ju jep edhe njerëzve të tjerë, bëu burr edhe në familje. Edhe ruje vetën tënde. Pse vallahi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në xhenet ka ato thot që syri si ka pa, veshi si ka ndëgju. Po as goja nuk i ka provu në herë ato ushqime në dynjë që janë në xhenet. Keni vure, për shembull, ushqimet e dynjës kanë probleme, thartohen, preshen. Po ushqimet e dynjës kanë pa pastërti që mos i futen në stomak, merr stomaku i pjesë del jashtë. Po ajo që del jashtë është e keqe. Ka erë në trupin e njeriu. Nuk ndodh me ushqimet e xhenetit kështu. Ata nuk thartohen. Me ushqimet e xhenetit, pra nuk i kanë këto lëndë të huje që i keqe, do të nxjerrë se s'bën prej trupit. Pra i han edhe i nxjerr pjesë. Ata ushqimet e xhenetit i han dhe nuk nxjerr. Përkundrazi, është erë miskoje që nxjerr nga trupi në xhenet. As djers, sikur është djersa e trupit në dynjë, e thartë, e kript, ka erë, jo, ajo është misk. Misk. Djersa xhenetit. Dhe tjetër karakteristike jashtëzakonshme, sepse nuk ngopesh me ushqimet e xhenetit. Pra, si të them, nëse njëri të më dëshiron gjithë ditën të hajë nga ushqimet e xhenetit, edhe prapë është i pa ngop. Prapë han. Nuk mërzitet. Nuk do i dhem barku, nuk do i dhem stomaku, nuk do. Pra, do t'jetë gjithmonë sa të doj. Edhe tretë ato nuk kanë sasi. Dhe më thonë që të hajë njënin në xhenet, edhe ti marohen. Ja. Nuk mund të ndodhit si në dynjë. Sa të dush, dhe më thonë ta zejmë, përshkruhen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mora i pjatë në vend dhe pjatë atyrë. E këpote i mall nga mall të xhenetit, dalin 70 kokra tjera prapë në vend. A mund është mi maru? Asnjëherë. A mund është më ngop? Asnjëherë. Po kështu janë edhe gjëra tjera, huritë e xhenetit. Pra, ai që e ngatron veten duke tradhtu këtu në dynjë bashkëshortën e tij, apo ajo që e tradhton bashkëshortin e saj, ka humbur një gjë të madhe. Ka humbur xhenetin. Do të thonë, nëse do të dilte një huri prej hurive të xhenetit në qellin e dynjës, e gjithë dynjaja do mushej me misk, me erë të mirë. Pra, janë të pastra, as si burrat e dynjës, as si gratë e dynjës. Sepse e thamë, e gjithë natyra e xhenetit kështu është. Sikur janë ushqimet e pastra, sikur janë lumet e pastra. Edhe njerëzit, thot Allahu xhelle xhelaluhu, do të thonë, në moment kur t'i vjen këto mirësitë e xhenetit, që kinë mall, thot, kemi hardhën në dynjë. E Allahu xhelle xhelaluhu thot, ne jo a kemi përngjas emrat vetëm për të orientu. Vetëm ju sa të merrni një huri, dhe më thonë, për pemet e xhenetit. Ama emrat janë, ama për të ngjajë, thot, nuk ngjajnë me ato të dynjës. Shija atyre është e veçantë. E njeriu, kur të pi nga këto lumet e xhenetit, kur nuk do të ketë etje mos, se të jetë miliona, miliardë, se jetë pafundme vitet e xhenetit. Nuk janë me 6 muaj, e me 1000 vjetë, e me 5000 vjetë. Pra ne lufta është e madhe këtu në dynjë, e madhe. Me lidhet nepsin e vetë. Këtu ke sa gjona të rrezikshme me në kësaj. Por ne duhet me i lidh këto. Ja, dhe bëhat qatë bëhat atje në dynjë. Jo bëhat qatë bëhat. Me shpresë të Allahut ta fitojmë. Mos u bëjmë shumicën. Mos i ngjaj shumicës.
Ruhu nga ata që Allahu ka ndaluar në këtë libër dhe ata që na ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kujdese për veten, kujdese për familjen, për shokun, për prindin, për non, për bab, për gjithçka që kem disponim, kujdese. Për punën që ke marrë përsipër ka i tjetër, kujdese. Dhe amilus salihati, ata janë që bëjnë punë të mira. E ka caktuar Allahu xhalla xhelalu. Pra, jo në xhenet kusht mundet me hy. Dyrta ti janë të hapme. Por nëpërmjet këtyre hallave, nëpërmjet këtyre të lasheve që i ke në dynjë, me i përballu këto, pasha Allahun, asnjë pengesë nuk e për të hyrë në xhenet. Mos janë gjatë njerëzit, çfarë thonë shumica, çfarë bëjnë njerëzit, ja hodha, ja drodha, jo. Përmbahu se Allahu xhalla xhelaluhu këtë lajm na e jep nëpërmjet librit të Kur'anit, nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe inshallah ne e transmetojmë deri ditën e gjykimit. Deri ditën e gjykimit ju tregojmë njerëzve, shikoni ne, kujdes. Mos e lço veten, mos i liro këto epshët për disa kënaqësi të përkohshme. Për shembull, pri vak buk që ja rrëmben tjetrit tinz, apo për disa lek që ja merr tinz nëpërmjet peshorës, nëpërmjet një mashtrimi, apo që ja merr bashkëshortën tjetrit nëpërmjet mashtrimit. I përdorin të njerëzit. E huja, alkooli, bigjozi, fitimi kod, domethënë, kënaqësie me alkoolin, kënaqësie ke e huja, atje, jo. Këta të lojnë pa xhenet. Allahu xhalla xhelalu thot, sipër janë shpëjet atyre, pallatet atyre, poshtë thot rrjedhin këto lëmejt e beku. Lëmejt freskët, të amël, të shishëm, të ftoftë, të kullot, që nuk ka asnjë lumë në këtë botë që të gjasoj me ata. Nuk po them tjetër për Zotin e i baf nësib inshallah. Allahu na rujt nga haramet, nga ato që ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu, na bekov gjithë bashkë inshallah. Allahu na majt në këtë din, mos na ndaf nga namazi, mos na ndaf nga veprat e mira, që inshallah të shijojmë pallatet e xhenetit, lumejt e xhenetit, hurit e xhenetit, edhe ushqimet e xhenetit. Zoti ju bekov gjithë.